Vazhdoj investimet të ngjashme edhe në 400 ndërtesa publike në të gjithë Kosovën. Dhe me këtë rast i inkurajoj të gjitha komunat që të aplikojnë për këto fonde, mirë po gjithashtu që paraprakisht ato komunat të cilat kanë borxhe ndaj Fondit Kosovës për eficiencën e energjisë, të shlyjnë ato në mënyrë që të mund të aplikojnë për fazat e tjera. Mirëmëngjesit të gjithëve, është kënaqësi të jemi sot këtu në Istok për të përuruar investimin në banesën sociale të Istogut, ku jetojnë 18 familje të cënueshme, prej të cilave 6 janë gra kryefamiljare nënave të ushqyese. Investimi është bërë me përkrahje të Bashkimit Evropian, që është bashkëfinancues prej 90% të grantit, ndërsa 10% vjen nga komuna. Kjo është një investim që po bëhet, që është pjesë e një projekti më të madh prej 6.6 milion euro që përfshin 28 banesa sociale në 13 komuna të Kosovës, që është projekt i dizajnuar prej Ministrisë së Ekonomisë në bashkëpunim me Bashkimin Evropian në kuadër të pakos për përkrahje për krizën energjetike që BE-ja ka dhënë për Kosovën në vlerë totale prej 75 milion euro. Në kuadër të kësaj pakoje kemi pasur mbi 45.000 familje përfituese të pajisjeve eficiente, të izolimit të shtëpive, tani edhe banesat sociale po përfundohen dhe kemi pasur edhe një gamë të madhe të masave që janë mbështetur përmes kësaj pakoje. Një mungesë që ka qenë në programet e mëhershme ka qenë që nuk kemi pasur një program për izolim të shtëpive individuale të familjeve të cënueshme, pra kemi punuar me banesat sociale dhe kjo është diçka që po përmirësohet. Veç javën e kaluar, ne kemi lancuar një program të ri ku do të izolojmë 280 shtëpi individuale të familjeve në nevojë që janë përfitues të ndihmës sociale, prej të cilave rreth gjysa nënave të ushqyese dhe rreth gjysma tjetër të personave me aftësi të kufizuara. Pra në këtë mënyrë po sigurohemi që asnjë qytetar i Kosovës, asnjë familje e Kosovës nuk mbetet prapa, sepse besojmë që të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës duhet të kenë shtëpitë që u ofrojnë kushte të dinjitetshme, që janë të ngrohta dimrit, pa myk e të freskëta verës. Dua të falenderoj të gjithë që kanë kontribuar në këtë projekt, duke filluar nga Bashkimi Evropian si financuesi kryesor, pastaj Fondi i Kosovës për eficiencën e energjisë që po zbaton këtë program si dhe programe të tjera të eficiencës shumë të rëndësishme për vendin dhe sigurisht komunën për bashkëfinancimin prej 10%, si dhe për kujdesin që do të ketë në të ardhmen sipas marrëveshjes që bashkë me banorët ta ruajnë dhe ta mirëmbajnë këtë investim që po bëhet këtu. Në fund dua t'u uroj banorëve dhe uroj që t'i gëzojnë këto investime që po bëhen, që do të kenë besoj një ndikim të ndjeshëm në punën e tyre. Këtu me mua sot drejtoresha e Fondit Kosovës për eficiencën e energjisë, Sonja Njomza Hoxha, zotri Hubert Per, përfaqësues i Bashkimit Evropian, si dhe drejtorët e komunës, drejtori i arsimit zotri Naim është këtu me neve në emër të komunës. Faleminderit. Mr. Proud? No, I think. Good morning, ladies and gentlemen. Dear Minister Rizvanoli, dear Njomza Hoxha, head of the Energy Efficiency Fund, dear representative of the municipality of Istok. It's a pleasure addressing you today on behalf of the European Union. Atëherë nderuar zonja Ministrin e Detyrës Rizvanoli, nderuar zonja Hoxha si udhëheqëse apo drejtoreshe e Fundit për eficiencën e energjisë edhe të dashur të qytetarët e Istogut, në emër të Bashkisë Evropiane ju falenderoj shumë për këtë pritje. The European Union is the biggest donor and biggest partner of Kosovo. Bashkia Evropiane është donatori dhe mbështetësi më i madh i Kosovës. And I think what we are doing here today in Istok, the inauguration of the renovation with energy efficiency measures of social housing building is a very good example of that. Dhe një shembull jashtëzakonisht i mirë i kësaj është sot edhe inaugurimi i kësaj ndërtese me masat e eficiencës së energjisë, pra këtyre banesave sociale këtu të mbështetura nga BE-ja.
As Minister Rismanoli has already outlined, through the energy package, the European Union has provided 75 million euros in grants to the benefit of Kosovo citizens. Si që përmendi dhe zonja Rizvanolli, pra, nderuar ministra, se Bashkia Evropiane përmes paketës së saj për eficiencë e energjisë deri më tani ka ofruar mbështetje deri në 75 milion euro. And out of this, 20 million euros have been invested into energy efficiency measures to the benefit of 45,000 citizens of Kosovo. Dhe për këtyre 75 milionëve 20 milion euro janë investuar për të mirën e qytetarëve, duke do të thotë për masat për energji, eficiencë e energjisë, ku kanë përfituar më se 40.000 persona. Looking at the building behind us and seeing the works that have been done on the facade, changing the windows, putting new doors in, putting energy efficient air conditioning units in, really demonstrates the tangible benefit to sociable vulnerable part of the Kosovo population. Tani kur I shohim mbrapa këto dritare, këto dyrë, pastaj ato sistemet apo njësitë që I themi të kondicionerëve, kjo tregon shumë qartë se sa ka ndikuar kjo dhe do ndikoj në përmirësimin e të gjithë qytetarëve, sidomos të atyre qytetarëve që janë do të thotë më të cënuar. And I would like therefore thank the Ministry for the partnership and especially as well the Energy Efficiency Fund for the excellent job done in the implementation of this program. Duhej të shfrytëzoj këtë rast të përshëndes posaçërisht ministrinë e cila deri më tani na ka ndihmuar dhe ka qenë një partner jashtëzakonisht I mirë, po gjithashtu edhe fundin kosovar për eficiencë të energjisë. The European Union will remain the strongest partner of Kosovo and we will certainly prioritize again our joint investments into energy. Sigurisht që Bashkia Evropiane do të mbetet prapë mbështetësi dhe më I madh I Kosovës dhe ne do të vazhdojmë mbështetjen tonë të pakurrësyer për ndihmë me eficiencë të energjisë. And let me conclude by saying that it is important for us as well that we work in municipalities as we do today in Ishtok, because it is important as well that the European Union reaches out not just to Pristina, not just to the central government, but as well to every citizen in every corner of Kosovo. Atë në përmbyllim lëni të them se Bashkia Evropiane është shumë e afërt edhe të ndihmojë edhe komunave, mos mbetet kjo ndihmë vetëm në Prishtinë dhe në organet qendrore të qeverisë, por të arritë të gjithë qytetarët e Kosovës gjithashtu. Thank you very much. Ju faleminderit. Zonja Hoxha. Përshëndetje të pranishëm, nderuar ministre, nderuar zot Riper, nderuar drejtor Behluli. Sot është kënaqësi që të bëjmë për urimin e ndërtesës sociale shumëbanesore, ku me investimet për eficiencë të energjisë kanë përfituar 20 familje. Përveç familjeve të mira që kanë nga këto investime, sot jetojnë në kushte më të mira të cilat janë ofruar përmes këtij donacionit. Ky donacion është 90% siç e përmend nga Bashkimi Evropian, I cili është siguruar përmes qeverisë së Republikës së Kosovës dhe 10% me participim nga komuna e Istokut. Ne falenderojmë edhe komunën për pjesëmarrjen në këtë bashkëfinancim dhe jo vetëm me kaq, investimet tona do të jenë të vazhdueshme, ku qeveria e Republikës së Kosovës të siguruar që të krijojë edhe fonde të tjera që këto investime të marrin vend, të marrin pjesë jo vetëm këto 13 komuna që I kemi për banesat sociale shumëbanesore, mirë po të shtrihen edhe në komuna tjera me investime të më të tjeshme. Qytetarëve dhe familjeve të cilat jetojnë këto I urojmë shëndet dhe t'i gëzojnë benefitet e këtyre investimeve që janë realizuar, edhe është me rëndësi të cekë që me këto investime është arrit një kursim e energjisë deri në 80%, gjithashtu edhe zvoglimi I gazrave serë. Ju faleminderit. Zonja Hoxha, sa është vlera e këtij projekti të tij? Vlera e këtij projekti është afër 200.000 euro. Faleminderit. Zotër Behluli. Faleminderit. Mirë se keni ardhur përfaqësuesi BE-s, ministre, përfaqësuesja FKS. Sot jemi këtu bashkë që të bëjmë inaugurimin e ndërtesës së mirëqenies apo banorëve të cilët jetojnë këtu të mirëqenies sociale. Është bën një punë e mirë, një hap I mirë, I cili ju kemi afruar kushte edhe siguri këtyre banorëve, cila është stresa më e ndihshme e shoqërisë tonë. Tu I falenderoj edhe përfaqësuesin e BE-s, edhe të eficiencës edhe ministren. Ne po vazhdojmë, po tu e falenderoj edhe kryetarin Ilir Ferrati, I cili ka arrit të bëni marrëveshje që sot këta banorët I kanë kushtet esenciale të mira dhe që të vazhdojmë edhe në të ardhmen. Uroj
që ky projekt të vazhdojë edhe në të ardhmen, sepse vetëm kështu mund t'ju ofrojmë siguri gjithë qytetarëve të komunës së Stokut. Zoti Beluli, faleminderit. Faleminderit për ju. Do të vazhdojmë që a shkojmë kom se nuk ka larg. Ku vazhdojmë ka kjo, instalimi I interfonisë, klimave për ngroje dhe ftoje inverter, edhe në të njëjtën kohë te ky objekt është bërë edhe hidroizolimi I themeleve, në pjesën edhe gjithashtu edhe drenazhimi. Më tutje, në këtë objekt kemi pas kursime prej 78 ushqen, ku përveç pjesës së kursimit vlen të theksohet që ky objekt përmes investimeve është arritë edhe rritja e komforit termik edhe gjithashtu edhe mirëqenies së banorëve. Shumë mirë, ju falenderoj shumë për krejt punën që e keni bërë. Edhe juve që mbikëqyrni edhe që siguroheni që buxheti shkon aty ku duhet dhe rezultatet janë të prekshme për të gjithë banorët. Përndryshe ne sapo e kemi filluar një program të ri të ngjashëm, përmes të cilit Qeveria e Republikës së Kosovës ka siguruar fondet që Fondi I Kosovës për Eficiencë të Energjisë të vazhdojë investime të ngjashme edhe në 400 ndërtesa publike në të gjithë Kosovën. Dhe me këtë rast I inkurajoj të gjitha komunat që të aplikojnë për këto fonde, mirë po gjithashtu që paraprakisht ato komunat të cilat kanë borxhe ndaj Fondit Kosovës për Eficiencë të Energjisë, t'i shlyjnë ato në mënyrë që të mund të aplikojnë për fazat e tjera.